Sezoni rregullt shumë interesant. E përmenda pak gjatë pjesën e renditjes dhe skenarit se si mund të jenë në fund. Shumë interesant. Jo e saktë e Fegollarit. Birç. Kombinimi mirë Birç dhe sakt realizon. Hana Birç realizon, e cila në fund futet në zonë, e kthen tek Semanjaku, aty Mekbajk, Birç gjuan me të majtën dhe sakt shënon dhe edhe një Semanjaku. Dërgohet topi tek Birç, kthehet me forcë dhe shënon. Shënon, do të ketë edhe një gjuhë të lirë, po luan mjaft mirë, shumë ndryshe në krahasim me ndeshjet e tjera të këtij sezoni. Semanjaku, e cila pason tek Birç dhe ja rikthen sërish. Ajo e kalon edhe një herë për tek Lala që ndalon për 2, por jo e pason tek Birç dhe kombinimi shumë i mirë. 26. Ndërkohë tani me 2 pikën e fundit Partizani kalon në +5, 31-26. E ka marrë shohim Joseph, por do të veçoja rikthimin në Mekbajk. Deri në fund shkon Hana Akta nën kash realizane, ndalet në mënyrë të palë. Palko bukur tek Akten, e cila realizon. Një Lalaj, Akten gjuan për Treshe, është sakt Akten.